Qeveria shqiptare ka shtyr afatet për projektin prej 1.4 miliard eurosh për zhvillimin e një resorti luksoz në ishullin e Sazanit, duke argumentuar këtë me vështirësitë teknike, ligjore dhe infrastrukturore që kanë ngadalësuar zbatimin e planit fillestar. Vendimi i ri i Komitetit të Investimeve Strategjike në fund të vitit 2025 ndryshon disa nga afatet kyçe të përcaktuara një vit më parë në vendimet e vitit 2024 që jepte statusin e investitorit strategjik. Institucionet pranojnë se plani i veprimit nuk u realizua brenda kohës për shkak të kompleksitetit të projektit dhe koordinimit mes institucioneve dhe investitorit amerikan. Ndryshimet prekin drejt për drejt fazën e negocimit dhe të përgatitjes së projektit. Afati për dorëzimin e dokumentacionit nga investitori zgjatet në 90 ditë nga 60 që ishte më parë, ndërsa periudha për negocimin e marrëveshjes rritet në 120 ditë, me mundësi shtyrjeje edhe për 120 ditë të tjera. Po ashtu janë rishikuar edhe detyrat për institucionet shtetërore, siç janë Ministria e Ekonomisë, së cilës i jepet edhe më shumë kohë për konsolidimin e pronës dhe kalimin e aseteve tek korporata shqiptare e investimeve, ndërsa afatet për përcaktimin e kushteve për zhvillimin e marinës turistike dhe përfshirjen e plazheve në listën zyrtare janë përshtatur gjithashtu. Një ndryshim i rëndësishëm lidhet po ashtu edhe me koston për pastrimin e zonës nga rreziku piroteknik. Ndryshe nga vendimi fillestar, ku këto kosto parashikohej të mbuloheshin nga investitori, tashmë bara i kalon Ministrisë së Mbrojtjes. Projekti për zhvillimin e ishullit të Sazanit parashikon një investim prej 1.4 miliard eurosh për ndërtimin e një kompleksi turistik me marina, hotele, rezidenca dhe shërbime të tjera turistike në një sipërfaqe prej rreth 45 hektarësh. Zhvillimi do të realizohet në ishullin e Sazanit në Vlorë, që aktualisht është nën administrimin e Ministrisë së Mbrojtjes dhe pjesërisht zonë mbrojtur detare dhe natyrore.